Njëri ndër ndryshimet që unë mendoj se është definitivisht e domosdoshme është që të fillohet, le të themi, diskutimet brenda Parlamentit të Republikës Kosovës dhe të fillohet një lloj bashkëpunimi me gjithë aktorët politikë që janë themi hisedar në Parlamentin e Kosovës dhe të kemi ndryshime kushtetuese duke filluar nga zgjedhja e presidentit. Unë mendoj se zgjedhja e presidentit duhet të jetë nga qytetarët e Republikës Kosovës. Pra të krijohet një sistem presidencial ku presidenti zgjedhet nga qytetarët dhe jo nga parlamenti ashtu siç është tani. Sepse kemi pas edhe herave të tjera ngërçe politike, kemi pas domethënë tensione politike brenda parlamentit të Kosovës kur ka ardhur çështja e zgjedhjes së presidentit. Unë mendoj që presidenti duhet zgjedhur nga populli dhe jo nga parlamenti.